Këtë të njëjtë seanca plenare në Kuvendin e Shqipërisë ka nisur me betimin e 2 deputetëve të rinj nga radhët e Partisë Social-Demokrate, Besnik Brahimi dhe Shkurt Lasku. Në fjalën e tij, kryeparlamentari Niko Peleshi lexoi procedurën për betimin e 2 deputetëve të rinj, të cilët morën mandatin pasi ishin në listën vijuese pas lënies së mandatit nga kreu i PSD-s Tom Doshi dhe kandidatja tjetër Sabina Jorgo. Mbështetjen e nenit 72 të Kushtetutës dhe neni 4.1 të rregullores Kuvendit ftoj deputetët e rinj për të bërë betimin. Betohem me nderin tim se do të kryej me ndërgjegjet e tyre si deputet i popullit në Kuvend. Do të përfaqësoj denjësisht popullin dhe do t'ju bindem Kushtetutës dhe ligjeve. Do të mbroj lirinë dhe pavarësinë e Shqipërisë, do të respektoj dhe do të mbroj të drejtat dhe liritë e shtetasve dhe do të punoj me të gjitha fuqitë e mia për përparimin e atdheut dhe mirëqenien e popullit tim. Zoti Ibrahimi, Zoti Lasku. Urime dhe punë të mbarë. Në 12 shtator, kur edhe nisi punën Kuvendi, nga 140 deputetët e zgjedhur, 135 bën betimin, ndërsa 2 prej tyre, Tom Doshi dhe Sabina Jorgo, zgjodhën të heqin dorë nga mandati parlamentar. Në zgjedhjet e 11 majit, Partia Social-Demokrate Tom Doshit fitoi 3 mandate deputetësh.